Një interes të veçantë ngjallin edhe vitrinat e mallrave industriale e artizanale, duke parë këto stenda, përsëri të shkon mendja në vitet para çlirimit, padashur çdo njeri që viziton ekspozitën dhe që e njeh Shqipërinë, bën krahasime në mendjen e tij. Ku ishim, ku jemi? Në ndritën e dobët të një kandili, dy duar të shkasta thurin e gërshetojnë me art ndonjë jelek ose xhamadan. Shpirti poetik i popullit nuk kish mënyrë tjetër se si të çfaqej, dhe ishin këto në të shumtën e rasteve gra të varfra që punonin për bukën e gojës, ose vajza të reja të mbyllura që shpërthenin vetëm duke qëndisur e që shplodhin sytë e lodhur duke parë që pas kafazit botën të ndaret soptuar në qindra thërrime. Ky art që bëhej i vetmuar, e mori rrugën e zhvillimit duke u kolektivizuar. Pushteti dhe partia krijoi gjithë mundësitë për një shpërthim të plotë të këtyre traditave të bukura për të gjitha motivet popullore. Sot janë të njohura në gjithë vendin tonë dhe në shumë vende të botës punimet e artizanatit shqiptar. Qylymat dhe sixhatet e Kuksit, të Korçës apo të Kavajës kërkohen kudo. Punimet e shumta të bukura të ndërmarrjes artistike migjeni mbushin sot vitrinat e dyqaneve tanë, zbukurojnë dhomat e shtëpive tona, ato pëlqejnë si brenda dhe jashtë vendit. Punimet e bakrit dhe të porcelanit s'janë më punimet të rastit. Fituret tona në nditin për të ecur gjithmonë përpara. Ekspozita Shqipëria 1971 është një pasqyrë e shekullit tonë. Ja dhe stendat e prodhimeve të mallrave të konsumit të gjerë. Në to të bien në sy artikujt elektrik dhe sidomos artikujt e plasmasit, industrisë sonë më të re, artikujt prej fajanci dhe qelqi. Nga e kaluara Shqipëria nuk trashëgoi asgjë. Ajo duhet të fillonte nga e para, pothuajse në të gjitha degët e industrisë. Popullit i duhet gjithçka, edhe bukë, edhe veshje, edhe xhama. Dhe ai i arriti të gjitha këto, jo vetëm për veten e vet, por edhe për t'i eksportuar në tregjet e jashtme. Shqipëria sot është një kantier i madh ndërtimi. Shqipëria hyri në rrugën e parafabrikateve dhe më 1975 parafabrikate do të rriten 12 presje 5 herë më shumë se më 1965. Pesëvjeçarët tanë ishin hapat gjigante që hidhte vend hynë. Pesëvjeçari 5 është hapi vendimtar që do të kthejë Shqipërinë në një vend industrial bujqësor. Qytetet e vjetra do të marrin fytyrë të re. Ja Peshkopia. Ja si do duket Gjirokastra. Kjo do t'jetë Vlora. Kështu do t'jenë kooperativat bujqësore, sot maket, nesër realitet. Në kongresin e 5 partia hodhi parullën, bujqësia çështje të gjithë popullit. Thirrja e partisë ngriti më këm njerëzit tanë, fshatar dhe punëtor. E gjithë populli përveshi krahët për hapjen e tokave të reja, për intensifikimin dhe modernizimin e bujqësisë sonë socialiste. Në baza shkencore u krijua studimi për përmirësimin e tokave,
shtimin dhe përmirësimin e prodhimeve të bujqësore blegtorani. Në të gjitha degët e bujqësisë dhe të blegtorisë u arritën rezultate të kënaqshme. Sot ne kemi grurin ton që mban emrin Myzeqe, Korça, Sukthi e Bistrica. Po qëse do ta merrnim 100% prodhimin e grurit në vitin 1938, më 70-ën ne arritëm shifrën 266%, kurse më 1975-ën do të arrijmë 413%. Të tilla rezultate u arritën edhe në krijimin e farës son të mistrit Dibra 135, Dibra 137, që sot mbyllet në të gjitha zonat e vendit. Pushteti dhe partia e dhanë një rëndësi të madhe mekanizimit bujqësisë. Në fushat, kodrat e maletona ka hyrë forca e mekanikës. Klasa jon punëtore i ka dhënë bujqësisë shumë pajisje makineri që ajo vetë me duart e saj ai ka përgatitur. E njohur është bërë në gjithë vendin tonë UMB-ja e Durrësit. Bujqësia jonë socialiste po ecën përpara me hapa të sigurta, ajo s'është më bujqësia e parmendës dhe e shatit. Nuk mund të kalosh pa u ndalur edhe para stendave ku janë ekspozuar prodhimet e shumta të ndryshme të pijeve, konservave apo cigareve, të cilat kanë fituar medalje në konkurset ndërkombëtare. E pasur dhe e bukur është edhe flora e fauna e vendit tonë. Jeta është një shkollë e madhe, dhe vetë shkolla nuk është tjetër vetë se një pjesë përbërëse e jetës. Në çdo 3 veta njëri mëson. Libri është bërë shoku i ngushtë çdo punojësit vendit tonë. Arsimi dhe kultura janë bërë të masave. Shqipëria në alfabete i takon të kaluarës së largët. Librin e gjen sot në çdo skajt të Shqipërisë, në çdo fshat, në çdo familje. Për të mbrojtur fitoret e arritura krahas librit mbajmë edhe pushkën. Shqipëria e prapambetur analfabete ishte lënë nga regjimet e kaluara si jetime. Epidemitë endeshin fshatrave qyteteve, malaria, tifua, sifilizi ishin plagë të pashërueshme. Mosha mesatare e viteve të atërshme ishte vetëm 38 vjeçare. Punojësit tanë të mjekësisë kanë arritur rezultate të shkëlqyera edhe në prodhimin e aparaturave si ajo e veshkës dhe e zemrës artificiale. Të pakrahasueshme dhe të pabesueshme, duken sot rezultatet e shkëlqyera që kemi arritur në luftën për mbrojtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullit. Zgjatja mesatare e jetës nga 38 arriti në 68 vjet, duke zënë kështu një nga vendet më të përparuar të Europës. Sukseset tona janë të mëdha edhe në fushën e transportit. Ne kemi arritur të krijojmë rimorkë e autobuza, siç është ky prodhim i NSHRA-ku të Shkodrës, autobuzi urban tip fizharmonik me kapacitet 180 vende.
Kjo është harta më simbolike e ekspozitës. Këto drita që ndizin janë veprat që po ngrihen e që do të ngrihen gjatë këtij 5 vjeçari. Një dritë, një vepër, një uzinë, një kombinat. Këto janë hapat tona gjigante drejt socializmit. Këto janë frytet largëpamëse të partisë dhe të udhëheqësit ton të dashur shokut Enver Hoxha. Vizitori ynë del krenar dhe i emocionuar nga kjo ekspozit, pasqyre zhvillimi dhe progresit ton të madh. Në rrugë duke u larguar ai ndjen dhe shikon atë që nuk e pa në ekspozit. Ndjen dhe shikon për krah tij njeriun e ri, njeriun që çliroi Shqipërinë e që sot krenar ndërton socializëm.